Jam në liqenin e Dushkut, po mundohem tani të eci, më pas do jo tregoj dhe si duket. E kam ngecur kamerën në një pikë të makinës, po është çike vështirë, për arsye se shiheni se çfarë pamje fantastike ka. Është një nga liqenet më të bukur akullnajor të Shqipërisë, malor të Shqipërisë. Është një liqen që është i mbushur me zambak. Zambakët çelin në orët e para të mëngjesit, rreth orës 9:30, dhe mbyllen pra rreth orës 4-5 mbasdite. Është një nga zonat më të bukura që Shqipëria ka. Nuk është një sipërfaqe shumë e madhe, po me momente të caktuara ka edhe më tepër ujë. Aktualisht është jo shumë i mbushur. Është një nga liqenet thash më të bukur që Shqipëria ka. Është në majën e mbi biofarmën në Gramsh. Është një vend shumë i bukur edhe kur e shef nga ana e natyrës, por edhe klima. Ka një klimë të jashtëzakonshme. Është 110% oksigjeni, po më thoshin. Imagjino tani se çfarë oksigjeni ka. Do mundohem ta kthej këtu makinën. Edhe t'ju tregoj më pas. Do t'a kthej kamerën nga ana tjetër për t'ju dhënë një pamje pak më të bukur të zonës ku po eci. Është, nuk e di tani nëse pamja mund t'jetë po aq e bukur sa që është këtu, sepse është dhe makina që nuk të lejon. Shiheni se çfarë pamje ka. Është gjithë liqeni dhe gjithë zona rreth e rrotull, e rrethuar me male dhe me pyje me pisha. Është e famshme për luftën italo-greke që është zhvilluar në këto zona. Se më ngec kamera dhe më bie herë për arsye të rrugës. Shiheni. Makina është e vetmja makinë e gjithë zonës pink, komplet pink. Është një nga vendet më të bukura që kur e kam vizituar për herë të parë, kam thënë si ka mundësi që të ketë një vend kaq të bukur në zonën e Gramshit. Në fakt, Gramshi që s'quhej për në një strukturë turistike shumë madhe, është nga zonat më të bukura të Shqipërisë. Do ndaloj një moment këtu për t'ju treguar pak se çfarë mrekulli është zona. Thash, është zhvilluar dikur lufta italo-greke, po e kthej tani kamerën sërish nga vetja. Shiheni, më duhet të dal që t'ju tregoj se çfarë bukurie ka. Është kjo pllaj këtu që ngjitet deri sipër. Është e gjithë zona e mrekullueshme. Shumë larg është një teqe e vogël dhe ky është liqeni. Kjo është makina pink, t'ju tregoj, me të cilën Biofarma merr klientët e saj dhe i sjell në këtë zonë të liqenit. Biofarma Gramsh. Shifeni. Është spektakël. Dhe gjithë zona rreth e rrotull është manice. A mund të më thoni si mund të ketë vende kaq të bukura Shqipëria? Shife. Nëse ngjitesh sipër vijon. Prej këtej është shumë afër liqeni Lenijes, rreth 1 orë me makinë, i cili është një liqen me ujë të ftohtë, kurativ. I thonë edhe liqeni i zi, ndërsa liqeni këtushëm është spektakolar për arsye të zambakëve. Tregoj tani pjesën e liqenit. Ja ku janë zambakët në gjithë të zonë. Zambakët po t'i shihni çelin në mëngjes dhe fiken në darkë. Dhe rreth e rrotull është e gjitha me pisha. Për të ardhur deri këtu duhet shkosh në qytetin e Gramshit, 20 minuta nga Gramshi, mund të ecësh për t'ju afruar Biofarmit, që është rruga e vjetër e luftës italo-greke.
Nëse jete biofarmi i cili ka dhe ushqimet më të jashtëzakonshme të zonës, do të thënë një nga ushqimet më të mira në Shqipëri sepse e prodhon gjithçka vetë, mund të hysh pastaj në këtë zonë të liqenit, ka 3 zona. Është liqeni, është pra liqeni i Dushkut, ky që po shihni mas spinës time, është pamja 360 gradë që ngjitesh në majt malit për ta parë gjithën dhe janë dhe tunelet e kohës komunizmit. Shiheni tani, pas ka ardhur dhe droni që po na ndjek. Shiheni tani se çfarë pylli me pisha ka në krah të liqenit. Shihni, liqeni është i gjithi atje, i gjithi me zambak, se nuk duket ndoshta aq mirë. Ja dhe pjesa tjetër. I gjithë pylli është me pisha, është e mrekullueshme të ecësh dhe me spyllit. Thash, densiteti i oksigjenit është ndër më të lartët. Takova Andi Lilën, ish futbollistën e Kombëtares, që më tha që do sjell ekipin e fëmijëve të stërviten në këtë zonë. Tani dëgjohen vetëm zogjt, se s'ka tjetër. Shiheni çfarë pemësh. Shiheni pemët. Shih edhe plaja e malit. Shive. Në të gjithë këtë zonë. Shpeshherë them vetë si mund të jetë. Tani po ecin në drejtim të kundërt, pra nga pylli në drejtim të liqenit. Përballë kam gjerman, të cilët ishin duke bërë piknik, dhe disa shqiptar. Si mund të jetë ky vend kaq i bukur? Shpeshherë ju them të huajve, ju pëlqen, thonë si ja na pëlqen. Po e dini ju se çfarë vendi manitës keni. Në fakt, për fat keq, ne jo gjithmonë e dim se sa e bukur është Shqipëria. Ka momente që nuk e vlerësojmë aq sa duhet. Në fakt është spektakolare. Ja dhe pamja, kur e sheh këtë pamje këtu, të duket e pabesueshme. Pema dhe makina. Dhe unë do t'i jipi prap makinës për t'u kthyer te destinacioni. Kam lënë dhe gocën. Shiheni. Shiheni çfarë mrekullie. Dhe gjithë kjo pamje rreth e rrotull. Është një vend që të duket sikur je në parajs. Në fakt je në parajs, që të them vërtetën. Dhe tani vazhdoj prap me makinën, do më duhet ta vendos kamerën prap në të njëjtin vend, në mënyrë që të kem garanci ashtu dhe. Duhet të vendos pak, lëviz pak në mënyrë që ta kem kamerën eksakt atje ku duhet. Dhe tashti po kthehem prap në destinacion. Në liqenin e Lenijes, në liqenin e Dushkut, poshtë liqenit Lenijes, në zonën e Gramshit.